Shoqata e avokatëve penalist ka dalë publikisht kundër kryeministrit Edi Rama pas sulmeve dhe akuzave të këtij të fundit ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve. Reagimi i shoqatës së avokatëve penalist vjen pas atij të gjyqtarëve që paralajmëruan Edi Ramën se do të përballet me pasoja ligjore nëse vijon me të njëjtën strategji linçimi. Ky që kërkon të bëhet mbret, po kërkon të rrëmbejë edhe pushtetin gjyqësor, ka nënhyqje me ekzekutivin, legjislativin, pushtetin vendor, presidentin, shishë e polici. Tani kërcënon gjyqtarë e prokuror me këtë status. Ministria e Drejtësisë do t'ia përcjellë keqbërjen e gjykatësit Boshku, organeve të vetëqeverisjes së gjyqësorit KLG, ILD, ndërsa me Birbon uroi të merret seriozisht drejtësia. E turpshme çfarë kërkon ky, të bëhet gjyqtar dhe prokuror, apo na konsideron neve si milingona pasi ka 83 mandate. Populli ka 3 milion njerëz që do të ngrihemi të gjithë dhe të çojmë në satër, thuhet në reagimin e shoqatës së avokatëve penalist. Ashtu si shoqata e gjyqtarëve që denoncoi linçimin e Marko Boshkut, edhe avokatët penalist kërkojnë nga kryeministri Edi Rama që të qëndrojë larg pushtetit gjyqësor, ndërsa mbështesin Këshillin e lartë gjyqësor dhe ato të prokurorisë. Hiq dur nga pushteti gjyqësor, është pushteti i pavarur. Vetëm Enveri jepte urdhra që të ktheheshin në vendime gjyqësore. Ti nuk je Enveri, por po ja kalon Enverit. Mbështesim KLG-n dhe KLP-n. Këtë betejë me pushtetin e të gjatit, thuhet në reagim.